Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, edhe sonte bashkë do të flasim me një zonjë të nderuar, e cila jep një kontribut shumë të veçantë në fushën e arsimit në Kosovë. Ajo me origjinë vjen nga Shqipëria, por ka vendosur që kontributin e saj ta jep pikërisht për shtetin e Kosovës. Me mua dhe me ju sonte është Denis Qelqiba, profesoresh universitare e psikologjisë dhe njëherët edhe shefe e departamentit të psikologjisë në UBT. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjej. Kënaqësi me të pas në studio, tregom si je në këtë të shtunë. Kënaqësi është edhe për mua. Ndihem shumë mirë, sepse ndihem aty ku e ndjej që jam aty ku i përkas. Aty ku duhet. Po. Unë thash jeni në vendin tim. Po, me origjinë nga Shqipëria, por keni vendosur që kontributin tuaj profesional ta jepni në Kosovë, duke punuar si dekane e Fakultetit të Psikologjisë pranë UBT-s. Megjithatë, përveç profesionit, përveç asaj që ti bën këtu në Kosovë, një kontribut shumë i veçantë, sonte do të flasim për shumë çka. Do të hapësh kartat e jetës tënde në 3 perspektiva. Publiku e mbi të gjitha studentët e tu do të kenë mundësinë të njohin për te i profesoreshës, për te i asaj se si është Denisa në fakt si personalitet. Para se të vim tek hapja e kartave, dua të të rikthej në retrospektiv. Si ka qenë Denisa kur ka qenë fëmijë? Çka kujton nga ajo kohë? Atëherë, fëmijëria ime i përket kohës që njihet koha e diktaturës, dhe është një fëmijëri që ka përjetuar duke u rritur dhe në moshën e adoleshencës, do të thonë kemi përjetuar edhe ndryshimet. Kemi përjetuar të gjitha vështirësitë, së bashku kuptohet me prindrit, me shokët, shoqet, me kushërinjt, fëmijët, me të gjithë popullin shqiptar. I mbaj mend, domethënë, kufizimet e kohës, i mbaj mend të gjitha, domethënë, mënyrën se si funksiononte dhe pjesa ana ekonomike, sepse kemi qenë, pavarësisht se fëmijë dashur pa dashur, kemi qenë pjesë e asaj, por e konsideroj fëmijëri të lumtur, fëmijëri normale, kemi luajtur, normal si gjithë fëmijët, edhe kemi pas zënkat tona, kemi shkuar në shkollë me shumë dëshirë, kemi mësuar, këtë e mbaj mend shumë mirë, domethënë që kemi mësuar, pavarësisht se sot diskutohet te pjesa e metodologjive të mësimdhënies, mësuesi në qendër, nxënësi në qendër, mësuesët tani mbaj mend shumë të përkushtuar me ideale të pastërta për të rinjt, pavarësisht se çfarë sfidash pati Shqipëria në atë kohë dhe gjithë Ballkani, ndrimi i sistemeve na gjeti me shkolla të shkatruara realisht, me prindër të papunë, sepse sistemi ndryshoi, krizë ekonomike, krizë shoqërore, krizë shpirtërore nuk diskutohet, eksodi dhimbshëm, por gjithsesi rrënjët, familja, gjithçka ka mbetur, domethënë ashtu unike dhe e kemi mbajtur njëri tjetrin. Domethënë nuk e kujtoj, nuk kam as pak trauma, nuk kam as pak trauma nga fëmijëria, por çfarë kam mundur është që të analizoj jo vetëm për familjen time, jo vetëm për fëmijërinë time, po për gjithë shqiptarët. Domethënë vuajtjet dhe rezilienca e një vendi dhe sa mirë ka qëndruar. Ne mund të bëjmë shumë komente sot, mund të japim shumë komente, por gjithmonë synoj dhe dua të shoh diçka pozitive tek ne, se vërtet e di dhe jam e sigurt që shqiptarët janë njerëz me vlera. Gjithë shqiptarët, pavarësisht domethënë kushteve që na kanë qelluar të rritemi. Fëmijërinë shumë në rregull, shumë okay, pavarësisht nuk kemi pasur kushtet që kanë fëmijët sot, as kushtet që u kam dhënë fëmijëve të mi, por fëmijërinë e kemi jetuar. Ashtu. Në mënyrën më të mirë. Më bëri shumë përshtypje që e nisët me atë se fëmijëria juaj i takon kohës së diktaturës. Ndalemi pak tek pjesa e rritës pastaj. Kam përshtypjen që të jetosh në diktaturë ka pasur dhe sfidat dhe vështirësitë e veta. Çka kujton nga kjo pjesë? Sidomos te pjesa e shkollimit kam përshtypjen, e sidomos për gratë asaj kohe. Po, mbaj mend shumë përshtypje më bënte mentaliteti. Mentaliteti shumë i rënd. Edhe sot është mentaliteti. Po flasim për atë kohë. Mentaliteti ishte shumë i rënd. Megjithatë, është parë, domethënë një dëshirë shumë e madhe e prindërve, prandaj e theksoj shqiptarët kanë
parime shumë të larta dhe janë shumë njerëz pozitiv. Prindrit tanë janë munduar dhe me ato vështirësi të na shkollonin, ashtu siç ka ndodhur dhe në Kosovë. Pavarësisht kushteve që ne kemi jetuar, ata kanë zgjedhur shkollën. Kanë punuar dhe profesione të cilat ata nuk i kanë pasur të vetat, sepse në atë kohë në Shqipëri dolën gjithë pa punë. Mbas ndërimit të sistemit. Për sa i përket diktaturës, mbaj mend tregjet që ishin të boshatisura, domethënë pamundësinë, jo në atë rast ekonomike vetëm, po pamundësia se ti nuk kishe çfarë bleje, ishin shumë bazike ushqimet apo produktet ushqimore që ndodheshin në treg, ato triskat e famshme apo tollonat. Domethënë këto janë ca kujtime të dhimbshme, dhe kujton atë varfëri ekonomike, të gjithë të barabartë të varfër, pastaj ndodhi ajo pjesa e 80% në atë sistem që dolën gjithë shqiptarët pa punë për një vit dhe morën 80% të pagave, domethënë kështu radh pas radhe dhe vërtet tani e analizoj dhe vërtet të dhëmb. Domethënë se çfarë kemi kaluar. Më tepër më është ofruar mundësia për të analizuar atë kohë, se fëmijë kam qenë, domethënë para adoleshenca, e kam analizuar dhe ne nuk kuptonim se çfarë ndodhte pas kuintave, domethënë të merret e burgut të Spaçit apo domethënë burgjeve të diktaturës, ne nuk e dinim, por na ka lindur kurioziteti. Mua më ka lindur kurioziteti për të analizuar atë kohë, sepse e mbaj mend shumë mirë dhe të analizoj se çfarë anash negative ka pas ajo kohë. Emancipimi, shkollimi, doja veja më shumë dëshirave të shqiptarëve se sa kohës. I mbaj mend ato shkollat u shkatruan, sepse edhe nuk kishte investime. Shqipëria kishte shumë varfëri, sidomos mbas vdekjes së diktatorit. Shumë varfëri kishte dhe prap shkollat ishin shumë bazike. Po gjithsesi dëshira, jo as pak. Kjo është e rëndësishme. Dëshira ishte shumë e madhe, ne mësonim shumë, mësuesët ishin plot pasion, pavarësisht se tingëllonin pedant apo le të themi ajo metodologjia e vjetër, por ata na kanë dashur dhe ne kemi dashur. E përmend disa herë që keni analizuar situata të ndryshme edhe në kohën e para adoleshencës suaj. Dhe kjo më bëri shumë përshtypje. Është kjo ndoshta ajo shtyrja kryesore që ju keni studiuar për psikologjinë? Keni qenë lidhur që fëmijëri me pjesën psikologjike të njerëzve dhe të rrethanave në përgjithësi? Në fakt, unë jam e lidhur me gjithë grupin e shkencave sociale dhe pikërisht për këtë. Edhe jam shumë e lidhur me edukimin. Mama, nëna, mësuese, dhe rreth tek rrethi familjar kam pas mësues dhe shumë e kam dashur edukimin dhe kam dashur që të rinjt, fëmijët, të rinjt, çdo gjeneratat e reja, të kenë një vizion të tyren për edukimin, të jenë të lirë të zgjedhin, por njëkohësisht të ndjehen të lirë dhe të mbajnë përgjegjësitë. Se vetë liria është përgjegjësi dhe jam shumë apasionuar me fushën e edukimit dhe me shkencat sociale në përgjithësi. Jam përpjekur të prek të gjitha, patjetër dhe psikologjia, sepse i afrohesh shumë qenies njerëzore, edhe më pëlqen shumë pjesa e psikologjisë humaniste, sepse njeriu është një potencial që unë mendoj gjithmonë ka vend për zhvillim. Po, natyrisht. Si e sheh sot pjesën e edukimit? Është me aq pasion si në kohën tuaj apo gjithçka ka ndryshuar? Meqense se ju sot edhe edukoni gjenerata të reja, brez pas brezi. Tani nuk ka kohë pas sfida. Sfidat janë pranishme dhe unë dua të mbetem optimiste, por sfida ka edukimi dhe ka pësuar dhe pjesën e regresit të vet. Megjithatë nuk mund të mohoj që ka njerëz pa pasion. Unë punoj në një vend që aty është vërtet, unë dua punën që bëj dhe vendin ku punoj sepse aty vërtet është pasioni, nuk mund ta mohoj këtë. Domethënë kolegët e mi, vendi i punës, studentët patjetër, sepse frymëzimi, domethënë motivi ynë, frymëzimi janë pikërisht studentët, janë nxënësit e shkollave, janë fëmijët e vegjël,
dhe nuk mund të them, njeriu gjithmonë dhe tek edukimi dhe tek çdo fushë e jetës janë mjedisi patjetër faktor kushtëzues është ai, janë kushtet ku ne ndodhemi, por është edhe motivi dhe dëshira. Keni tentuar ndonjëherë të punoni si psikologe? Po, patjetër se ajo është pjesë e punës. Domethënë nuk është thjesht pjesa e profesoreshës së psikologjisë, po tamam e ushtreu profesionin tim dhe si psikologe. Dhe tani thjesht e dua atë profesion dhe Cilat flen dua më dhe shumë? entuziazmin Cilat flen më shumë? Të merresh me pacientët apo me studentët? nuk do t'i klasifikoja pacient, sepse pikërisht ajo pjesë që unë zgjedh janë pikërisht student, zënës, fëmijë, të rinj, po edhe prindër, por pjesat që zgjedh janë pra i shoh në këtë këndvështrim, se edhe kështu ne nuk i quajmë pacient, i quajmë klient. Po. Por fusha që mua më pëlqen të merren janë pikërisht adoleshenca, studentët, fëmijët, po, me këta. Edhe shumë fokusohem te pjesa e edukimit, motivimit, zgjedhjet në karrierë, te pjesa e menaxhimit, të ankthit, stresit, se e kanë proces të rritjes, i cili është shumë normal si proces. Edhe delikat në të njëjtën kohë. Patjetër. Mirë, e dashur është koha që këtë emision nisim fillimisht me një pikë muzikore për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që ju asesi mos e ndroni kanalin e Radio Kosovës, sepse siç e shihni me zonjën Denis kemi shumë çka për të biseduar dhe do të shohim bashk se ku do ta përplasin kartat e jetës së saj. Ne rikthehemi vetëm pas pak. Dëgjues të dashur të Radio Kosovës, jemi sërish bashkë në studio, po ju shoqëron emisioni Hynesha, e tash është koha që Hynesha ime personte zonja Denis të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva, e dashur e gati. Po. Zgjidhe një kartë nga e kaluara, në fillim, në mes, në fund, ku të duash. Atëherë, jo, po shkoj sipas ngjyrës së preferuar. Jo, duhet shkosh nga e kaluara, është rregulli. Duhet shkoj me rregull. Po. Okej, ndajtur. Po marr. Hajde, me të parën, ë? Po. Zonja Denis e nisi me të parën. Në lidhje me atë që sapo keni diskutuar, çfarë ndjenjash pozitive përjetoni më shpesh? Kur kthehesh në të kaluarën tënde dhe bën një përmbledhje, cilat janë ndjenjat më pozitive që i përjeton më shpesh? Në cilën etapë të jetës tënde të së kaluarës? Paqja që kemi provuar dhe paqja që kemi ndjer. Kemi ndjer dashuri pa kushte. Normalisht egoizmi është një pjesë që zhvillohet me njeriu, por ne kemi bërë për njëri tjetrin dhe e kemi dashur njëri tjetrin pa kushte. Dhe kanë qenë element shumë të çiltër në jetën tonë, po flas nga perspektiva ime, sepse historitë tona janë nga më të ndryshmet. Dhe e vlerësoj shumë pozitivisht që njerëzit tanë, njerëzit që na kanë gjetur afër, kanë bërë të pamundurën dhe kanë dhënë gjithë energjinë dhe potencialin e vetë, dhe domethënë familja, prindrit, edhe i konsideroj model. Dhe më vjen shumë mirë, domethënë, që ka ndodhur. Po, ka ndodhur dhe vetëm më vinë me kujtime pozitive në këtë drejtim, pavarësisht elementëve negativ që ka pas koha dhe ka pasur plot, nuk kanë depërtuar ato tek pjesa njerëzore. Nuk kanë depërtuar te pjesa e brengës, apo të formojnë një lëndim, apo të formojnë diçka melankoli, apo pikëllim. Shumë në rregull, domethënë ajo pjesë. Sot si e sheh këtë pjesë? Ka dashuri pa kushte apo ka ndryshuar? Po jo, ka. Normal që ka për ato që e zgjedhin. Dhe për ato që e duan, s'diskutohet. Normal që ka. Çka thotë tashmja në këtë pikë? Zgjidhni një parë. Tash e kemi të kuqen. Po e marr kështu. Hajde të mesit, ë? Po e marr kështu. Urdhëro. Hajde, faleminderit. Shërimi nga humbja dhe pikëllimi kalon nëpër fazat e mëposhtme, nën A shoku, nën B zemrimi, inati, faji, nën C mohimi, nën D dhimbje pa kuptim dhe nën E pranimi. Mendoni për një humbje që ju ka ndodhur, në çfarë faze jeni? Atëherë, me që do të mendoj për humbje kështu të mëdha, që të lejnë në gjendje shoku, ose do me thënë,
Kanë qenë humbjet e familjarëve, domethënë humbja e gjyshit. Domethënë personi që kam dashur shumë, po domethënë edhe humbjet e tjera që unë i konsideroj së pari, humbjet mëdha, humbjet e njerëzve. Njerëzve tanë të dashur. Domethënë, ndërsa humbjet e tjera nuk i marr në konsiderat, seriozisht. Domethënë, njerëzit që ne na rrethojnë, ato janë, për mua janë pasuria më e madhe. Edhe humbjet ata janë. Tek kjo pjesë e humbjes, normal ka ndodhur shumë kohë përpara, ende e kujtoj gjyshin me madh, po është normalisht në fazën e pranimit, se tani janë procese të jetës. Janë procese të jetës, ndërsa tek humbjet e tjera, domethënë nuk përjetoj. Okej, mund të jem në te pjesa e fazës së zemërimit, se është një reagim që është i natyrshëm. Po, dhe nuk e mban dot, por ama mund ta kontrollosh, mund ta menaxhosh edhe aktualisht nuk mendoj ndonjë humbje, është thjesht pranim, kanë kaluar gjithçka, janë falendëruese për çfarë jetoj, janë falendëruese për çfarë kam. Kështu që nuk kam asnjë. Mendon që profesioni i psikologës ka ndihmuar që ti të kesh kaq këtë lloj pranimi të gjërave, qofshin negative, qofshin pozitive në jetën tënde me kaq sportivitet? Po patjetër që ndihmon, sepse kur del përpara dhe je përpara studentëve, nxënësve, fëmijëve, kujdo, ti ke përgjegjësi morale. Nuk mundemi të, domethënë, ndryshe të flasim, ndryshe të veprojmë. Të paktën duhet punoj me veten, edhe mundohem të jem sa më realiste të jetë e mundur dhe sa më vetvetja dhe mos të dalë në e kam përgjegjësi morale, përgjegjësi qytetare, që atë që atyre përpiqem të mësoj dhe ti jap, ti shpalos, normalisht ta mbaj dhe vetë se çfarë kuptimi ka. Sa është e vështirë sot të jesh vetvetja në Kosovë dhe në Shqipëri? Po flasim vetëm për këto dy shtete, duke qenë se ende përballemi me paragjykime të shumta, sidomos për gratë. Sa e rëndësishme është të jesh vetvetja. Dhe sa është e vështirë? Sa është e vështirë? Gjithmonë ç'është e perceptimi. Është e vështirë, po nuk ka gjëra të lehta. Se në fundit gjithë cikli i jetës është vështirësi, po të gjithë themi që jeta është e bukur. Edhe përveç vështirësive. Gjithmonë është çështje perspektive. Vështirësitë ekzistojnë. Paragjykimet vërtet ekzistojnë. Por edhe njerëzit që bëjnë paragjykime, unë mendoj se edhe ata vuajnë nga paragjykimet. Domethënë, kur paragjykojmë dikë, kam paragjykuar pjesën time të brendshme, kam paragjykuar shpirtin tim. Dhe në këtë moment funksionojmë siç janë njerëzore, më bën përshtypje kjo. Mendon që kështu funksionojmë, zakonisht e themi atë që ne e ndjejmë brenda nesh? Te pjesa e paragjykimeve, unë po edhe te pjesa e paragjykimeve. Po, e mendoj. E mendoj sepse gjithmonë është perspektivë personale, çfarë energjie dhe apo çfarë lidhje krijojmë me të tjerët. Është nisemi pikërisht nga vetvetja dhe mënyra se si ne ndjehemi ose si e shikojmë veten para tjetrit. Do të thënë si e perceptojmë. Nëse do të paragjykoja dikë, mund të ndodh padashje, edhe nëse e kuptoj nuk e bëj dhe të rreq direkt, nuk mundon të mos bëj paragjykime, sepse pikërisht shfaq një pjesë të brendësisë time. Po. Është shpjegim i bukur dhe interesant kjo, sikur të gjithë ta shihnim në këtë mënyrë, po besoj që më pak do të kishte paragjykime mes njerëzve. Po dhe mund ta shohim se një njeri që ka një paqe brenda vetes, a mund të shkojë mendja për të paragjykuar dikë apo për të parë diçka të keqe tek ai person. Nëse duam ta ndihmojmë, në rregull është. Si shqiptar dëshirojmë të shkojmë ka turma, kështu që është e çuditshme edhe kjo. Psikologjia e turmës, atëherë. Psikologjia e turmës, të paktën unë si e shoh, është si puna e atij lumit që kur pasi ka rënë shumë shira, edhe lumi rrëmben gjithçka. A selekton? Jo. Kjo është psikologjia e turmës. E pse duhet të jemi me këtë lloj psikologjie të turmës? Apo ne jemi komunitet? Komuniteti është ndryshe. Komuniteti, pjesa e tjetrit, unë si individ nuk mund të nuk ka lumturi individuale, po nuk pati lumturi të përgjithshme. Kolektive, po. S'mundet.
nuk mundesh ti të jesh i lumtur kur ti rrethohesh nga një mjedis i mirë. Të ndikon ajo. Populli ka një shprehje shumë të bukur, edhe nëse kur je i rrethuar nga qymyri dhe nëse nuk e prek me pluhur bëhesh. Pra gjithçka ndikon. Po. Edhe mirë është që t'ja lehtësojmë njerëzve, t'ja lehtësojmë njëri tjetrit jetën, se në fundit problemet gjithkush i zgjidh vet. Natyrisht. Çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Ta themi, ta zgjedhim Shpejt nga hyre në fundi. lojë. Me juve psikologët është lehtë të zhvillohet ky emision, sepse kartat janë psikologjike dhe ju shpejt i kapni. Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Çfarë lloj ndryshimi dëshironi ta bëni? Çfarë afati jep vetes për të arritur atë? Kjo është personale. Çfarë lloj ndryshimi dëshiron tek vetja në një të ardhme të afërt, Denis? Ndryshim. Ndryshimet që sill jeta. Do t'i pranoja. Konkrete? Nuk e di. Nuk e di. Aktualisht normal, domethënë aktualisht jam shumë mirë, ndjej veten shumë mirë. Domethënë ambienti që më rrethon, vendi ku jetoj, ku punoj, gjithkusht, domethënë është kontribus në këtë lloj mirëqenie që kam unë dhe perceptoj të vetja. Po si të tek e kaluara jote, do të ndryshoje diçka nga ajo kohë, do të bëje sot diçka ndryshe? E ke menduar ndonjëherë? Po më duket pak e vështirë se nëse do ndryshoja, do isha kjo që jam sot? Na e thuaj ti? Nuk e di. Po nuk e di asun. Pjesa e ndryshimit është pjesë e zhvillimit. Njeriu ndryshon dhe zhvillohet. Edhe çdo ndryshim të orienton drejt zhvillimit, por unë jam e mendimit që edhe pjesa ku zhvillohemi është çështje zgjedhje. Unë do doja që të qëndroja kështu se le të shtohet pjesa e perspektiva pozitive. Le të shtohet pjesa e Mirë, kësaj. kuptuam që nuk ka diçka që do të ndryshojë Denis. Për momentin është në paqen e saj të brendshme dhe të jashtme që e reflekton jashtëzakonisht Dhe shumë. mendoj se kjo është një nga arritjet. Sepse realisht kam punuar shumë për këtë. Duket qartë. E dashur shpejt kaloj raundi i parë i hapjes së kartave, tregom si je në këtë pjesë. Shumë mirë. Shumë mirë. Pyetjet interesante. Shumë interesante, se edhe ndërsa vija u përpoqja ta mendoja, po nuk mendova këtë. Të doli diçka ndryshe. Po këtë pikërisht nuk e mendova. Te pjesa e jetës u futa thellë tasho. Më vjen mirë, është koha që sërish të rikthehemi muzikës për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që ju mos e ndroni kanalin ton, sepse sidomos nga aspekti i psikologjisë do të kemi edhe shumë çka për të folur dhe për të mësuar nga perspektivat e zonjës Denis, që është sonte me mua. Rikthehemi pas pak. Me së dashur Radio Kosovës, jemi sërish bashkë në studio, tash është koha për raundin e dytë të hapjes së kartave të hyneshës ime për sonte, zonjës Denis. A i gati? Po, me Zgjidhni që një kartë nga shumë e interesante emri emisionit. Urdhëro? Faleminderit. A mendoni se komplimenti është i merituar? Në të kaluarën tënde, sigurisht ke marrë shumë komplimente, qoftë për punën, qoftë për dukjen, për jetën tënde në përgjithësi, a mendon se komplimentet i ke pasur të merituara? Komplimentet që kanë marrë janë pjesë e ndërtimit tim personal dhe profesional. Normalisht, nuk diskutohet ajo, po i ka marrë të mirëqëna sepse gjithmonë duhet besoj të sinqeriteti i personi që e jep. Po. Dhe nuk dua ta mendoj. Megjithatë, thjeshtësia dhe modestia për mua janë tipar që nuk duhet të lëvizin nga karakteri i njeriut. Komplimentet, për çdo kompliment jam shumë falenderuese, dhe besoj të sinqeriteti i atij apo asaj personave që e japin, por gjithmonë i marr si shtys janë vlerësim për të vazhduar dhe për të shtuar atë pjesë të vlerësimit që ke. Ndërkohë si është Denis karshi të tjerëve, jep shumë komplimente apo je më e rezervuar? Po përpiqem të jem shumë e sinqertë edhe normal që jap komplimente, sepse e para është mirë të japim komplimente dhe mendime pozitive tek të tjerët, dhe sepse e fuqizon. Dhe nëse ka ndonjë gjë jo për tu kritikuar, po për tu thënë, mirë është që të gjejmë mënyrat e duhura për ta thënë. Unë besoj se njeriu e rri tek kësaj. Njerëzit kanë nevojë për motivim.
se gjithkush i di anët e veta të forta, anët e veta të dobta, dhe mirë është që të fokusohemi te ndërtimi atyre anëve të forta jo për të eliminuar anët e dobta, po dhe këto anë të dobta le t'i kthejmë në perceptime apo element pozitiv. Cili është komplimenti që ty të ka motivuar në jetë? E mban mend një kompliment të veçantë që Po. Unë e lidh shumë punën time me studentët dhe nxënësit. Një kompliment është nga një studente që prej teje jam frymëzuar në degën që kam zgjedhur. Wow. Po. Shumë e bukur. Dhe sigurisht që duhet të ketë qenë edhe motivim për ty për tutje. Prej teje jam frymëzuar në degën që kam zgjedhur dhe e falenderoj atë vajzën. Kam shumë komente nga studentët edhe shumë kthehen edhe më thojnë fjalë që realisht unë nuk i mbaj mend se i kam thënë. Edhe kur ata mi përmendin, më vjen shumë mirë që ndikon, sepse me të vërtet unë shumë besoj dhe dëshiroj të kontriboj tek ndërtimi i vetbesimit të brezit të rinj, një vetbesimi shëndetshëm. Është shumë e rëndësishme. Kuptohet, sepse ata janë e ardhmja. Natyrisht. Çka thotë tashmja në këtë pikë? Zgjidhni një kartë. Hajde po marr nga fillimi tani. Ne ndajmë mbështetje në lloje emocionale dhe teknike apo praktike. Merrni parasysh shembullin më poshtë. Nën A, tek kush mund të mbështeteni për mbështetje teknike në këtë moment, dhe nën B, tek kush jeni në gjendje të mbështeteni për një mbështetje emocionale në këtë moment. Cila është Denis? Jep më shumë mbështetje apo ke nevojë më shumë për mbështetje teknike, emocionale apo praktike? Tani, vetë marrëdhënia është marrje dhe dhënie, kështu që kur jam mbështetje normalisht kam nevojë për mbështetje. Kjo nuk diskutohet. Domethënë se, por te pjesa teknike, domethënë grupi punës, gjithçka, domethënë si koleg mundohemi, domethënë shumë i gjendemi njëri tjetrit, bashkëpunojmë, jemi për njëri tjetrin, ka një klim shumë pozitive dhe shumë e vlerësoj. Dhe kjo është nga faktorët që vërtet e dua punën që bëj. Te pjesa emocionale, se kam përshtypjen që dhe ju psikologët që zakonisht jepni mbështetje emocionale tek të tjerët, keni edhe nevojë që të mbështeteni nga dikush. Po patjetër. Po. Atëherë janë shumë faktor përbërës që mund të arrijmë mbështetje emocionale. Tek kush mbështetet Denis për ta thjeshtuar? Tek kush? Tani, ke një person të veçantë që ti i shprehësh më lehtë? Po pikërisht më vjen keq po jo. Jo. Pse? Je kaq e mbyllur? Jo, nuk jam e mbyllur. Tek vetja jote? Jo, absolutisht nuk jam e mbyllur. Por pjesët gjithë ngarkesat emocionale i arriti përpunojnë në mbështetjen e njerëzve të ndryshëm në jetën time. Domethënë, unë nuk jam e mbyllur, po e konceptoj secilin nga ata që mua më rrethojnë shumë të veçantë. Pra nuk e keni një person të vetëm dhe të veçantë, mbështeteni tek secili nga pak. Po. Sepse janë gjithë pjesë përbërëse e gjithë mbështetjes që japin. Se nuk mund të them se po të kem një person të veçantë, atëherë do fokusohem te personi që më jep mbështetje, i jap mbështetje, domethënë çdo person është i rëndësishëm, çdo person në jetën time është shumë i rëndësishëm. E vlerësoj dhe domethënë mbështetje marr nga gjithë që kam arritur dhe të ndërtoj kaq le të themi kaq fuqi të brendshme tek vetja. Jo se jam e mbyllur. Si qëndron me këshillat, jep këshilla tek të tjerët? Po ne kemi dhe profesion këtë pjesë të këshillave, po edhe marr. Cila është një këshill e veçantë që e ke marrë në jetë? Që të përcjell gjatë gjithë kohës? Po, është pranimi situatave, përshtatja, jo në shtrim. Absolutisht jo në shtrim. Por integriteti dhe digniteti janë element që duhet të ruajmë. Pjesa e punës sinqert, pjesa e përkushtimit të vazhdueshëm dhe asnjëherë nuk do ndjehesh vetëm. Kjo është. Shumë e bukur. Çka thotë ardhmja dhe e fundit fare për këtë round?
Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Për të përmirësuar ose zgjidhur temën që po diskutohet, a mendoni nëse do të ishte më mirë për ju të merrnit artin si hobi, cilin art do të zgjidhnit dhe pse? Po të lidhen jashtëzakonisht shumë kartat sepse vetëm pas pak do të pyes se sa je e lidhur me pjesën e artit. Arti po më pëlqen. Po çështja është që edhe lexoj dhe nga historia e artit. Dhe mua më pëlqen muzika. Më pëlqen piktura. Më pëlqen skulptura. Por më pëlqen dhe analiza e personave që i bëjnë këto. Se tash lidhet dhe me profesionin, për t'i kuptuar, domethënë, më pëlqen krahasimet që bëjnë nëpërmjet veprave të artit, nëpërmjet skulpturave, domethënë edhe më pëlqen që ty në botën shpirtërore të asaj epoke. Domethënë, është një udhtim në imagjinat kur kam pas qenë e re dhe shkruaja më tepër me atë jo rebelim, po me lirin që mosha e rinis t'jep, por tani nuk është se e zhvilloj më, po jam shumë e orientuar tek pjesa e analizës, krahasimit, arti është shumë bukur, arti është terapi. E thatë më herët që jeni shumë e lidhur me muzikën, ju pëlqen muzika, sa dëgjon muzikë, Denis? Po dëgjoj. Dëgjoj dhe edhe muzikën që, do me thonë, brezim mund t'a quaj shumë të rënda, po dëgjoj muzikë, dëgjoj shumë muzikë, përpiqem çdo zhanër muzike dhe nga folklorikeja deri te modernja, pra gjithçka, dhe ka tekste që nuk është se të përshtaten fort, por i dëgjojmë. Po përsëri dëgjojmë, e dëgjoj dhe realisht muzika shumë e bukur edhe është qetësi për shpirtin e njeriut. Po, natyrisht. Cila do të ishte një këngë që ne mund ta plotësojmë vetëm për ty sonte në valët e Radio Kosovës? E ka kënduar Baçe Zela dhe Ramlaj, e ka sjell. Rrjedh në këngë ligjërime? Po. Te Ramlaj, sepse domethënë aty ceket edhe Kosova. Po, dhe Shqipëria. Edhe Shqipëria dhe është një nga këngët më të bukura. Në fakt përpunimi Ramlajt, tenorit Ramlaj, që është një përpunim jashtëzakonisht i bukur. Po, është kompozimi i Fejim Ibrahimit dhe është Daja i nënës time. Jashtëzakonishme. Shumë e bukur. Dhe ndoshta është edhe kjo pjesa e lidhjes me muzikën. Sigurisht. Mirë, do të lutës deskun e muzikës që bashkë të dëgjojmë Ramlaj dhe këngën e tij Rrjedh në këngë ligjërime vetëm për dëshirën e hyne shësime për sonte zonjës Denis, ndërkohë që ju mos u largoni nga valët tona sepse pas pak vim me raundin e tretë dhe të fundit. Jemi shoqëruar kështu bashkë me tenorin Ramlaj dhe super këngën e tij Rrjedh në këngë ligjërime vetëm për dëshirën e hyne shësime për sonte zonjës së nderuar Denis, e cila po bën hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Kemi ardhur tek raundi i tretë, a je gati të shohim se ku do të përplasemi tani? Po, gati jam të përplasem. Zgjidh një këngë, në fakt, zgjidh një kartë nga e kaluara, se kisha mendjen ende tek kënga. Çfarë ndjenja është të pakëndshme keni zakonisht për atë që diskutuat? Karta e parë ishte se çfarë ndjenja është pozitive përjetoni. Tani, kur e kujtoni të kaluarën tuaj, çfarë ndjenja është të pakëndshme të vinë zakonisht në mendje? Kanë qenë ato triskat ose tollonat. Dëshira e fëmijëve si fëmijë që të kishim nga këto sheqerka të ëmbëlsirat e kështu dhe nuk gjeje. Më thënë kjo është më e pakëndshmja. Më thënë ato tregjet, ato dyqanet e zbrazura, jo, ishin zbrazura, se hapur ishin, po s'kishin asgjë. Më thënë ato radhët e gjata, që mund të mbetesh edhe pa gjë, dhe paradoksi më i madh, do më thënë, edhe buka jepej në varësi të antarëve të familjes. Kjo është, do më thënë. Po, natyrisht. Sa kohë ka që jetoni dhe veproni në Kosovë, sepse më thatë prapa kamerave që shkoni çdo të premte riktheheni në Shqipëri, sa kohë ka që jeni këtu e vendosur për të dhënë kontributin tuaj? 8 vite. 8 vite. Në fakt unë kam
4 vite eksperiencë në edukim, jo vetëm në universitet, të gjitha, domethënë moshat i kam pasur fatin, domethënë që ti përjetoj, ti edukoj, domethënë të jap mësim, të mësimdhënia, të jap këshillim, po 8 vite në Kosovë, dhe Kosovën nuk e di, është pjesë e vendit tim. Unë dua çdo gjë çfarë shqiptare. Si ndodhi që vendoset të vini në Kosovë dhe të jepni kontributin tuaj në edukim? Tani, vendi ku unë punoj, universiteti ku unë punoj, është një vend që vërtet më ka pëlqyer dhe ka bërë të mundur dhe një pjesë, pra ka kontribuar edhe në një pjesë që unë jam sot. E gjej shumë veten aty dhe mjedisi jashtëzakonisht më pëlqen, i vlerësoj dhe i falenderoj, domethënë, unë ndjem shumë mirë aty. Ndjem shumë e mirëpritur. Tani mund të ndodhi dhe situata, element ndoshta dhe pakëndshëm jashtë, se ne jetojmë këtu, po nuk ka shumë rëndësi, nuk ka të bëj. Shumë shpesh më bëjmë pyetjen që ku gjendesh më mirë, unë gjendem mirë kudo ku e ndi që është pjesë e vendit tim. Unë vetë jam nga Durrësi edhe shkoj çdo fundjavë atje, mundohem, kur kam punë këtu, normal, nuk lëviz, por domethënë sinqerisht dua çdo gjë, normal detin, se pjesa e atij jam, po më pëlqen dhe Kosova, më pëlqen, domethënë. Duket, dhe faleminderit që keni këtë ndjesi për vendin tonë dhe nuk e ndani dot nga Shqipëria. Është shumë e natyrshme dhe Çka thotë tashmja në këtë pikë, zgjidheni kartë? Kompenzimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin e balancojmë dobësitë tona, duke theksuar pikat e forta në fusha të tjera. Për shembull, unë mund të mos kaloj kohë me fëmijët e mi, por paguaj që ata të ndjekin shkollat më të mira. Kur dhe si e përdorni kompenzimin si mekanizëm mbrojtës, jepe një shembull. Nuk e nevojë të potencohesh tek shembulli që është dhënë këtu, por për ta thjeshtuar, ai e person që i kompenzon situatat. Atëherë, tash jetat na paraqet sfida të ndryshme. Ne dhe normal si gjithë njerëzit jam gjendur në ato situata, por kam preferuar sinqeritetin, bisedën dhe ta tregoj arsyen e veprimit pse ndodh kështu. Dhe qoftë edhe fëmijët dhe gjithë njerëzit e tjerë që kam më dashur ta bëj këtë model, ne i quajmë modeli kompensatori vendimarrjes. Thjesht kam folur me sinqeritet, domethënë këto janë zgjidhjet, kë do aprovoje, kush do të ishte më e mira për ty, këto humbasim, këto fitojmë, dhe jam përpjekur të merret një vendim i përbashkët. Sepse varet, domethënë, nëse nuk do të ishte shumë e rëndësishme dhe nuk do lodhesha ta kompensoja. Kompenzimin si mekanizëm mbrojtës të ka ndodhur shpesh ta përdorësh? Jo, kur marr vendime dhe duhet dhe është ajo mënyrë, por dhe nuk është keq, se ky është nivel pragmatist te pjesa e vendimarrjes, sepse edhe të bësh çfarë do ti, apo duket e pak si egoiste. Dhe gjithmonë, ndoshta kompensim, por duhet patjetër ta marrësh mendimin e palës tjetër, derisa është e përfshirë. A nëse jam vetëm unë e përfshirë në vendimin që marr, atëherë mund të marr opinione dhe vendosun. Po kur përfshihen dhe palë të tjera, patjetër sinqeriteti është elementi më i mirë për mua. Qartë, çka thotë ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion, shpejt në fund? Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni, çfarë zakonesh pozitive duhet të prezantoni apo forconi për ta realizuar ndryshimin që dëshironi, si do ta bëni këtë. Pak më herët thatë që nuk dëshironi të ndryshoni diçka në jetën tuaj. Që, domethënë, kur kam menduar për karrierën, kam zgjedhur edukimin dhe tek edukimi do vazhdoja të qëndroja. Domethënë, arma më e mirë kundra ignorancës është edukimi.
dhe edukimi të hapë horizonte, të lufton dhe paragjykimet, lufton stigmën, lufton çdo element negativ në jetën njerëzore, të ndihmon që ti të reflektosh, të ndihmon që ti t'japësh më të mirën te vetja. Unë nuk do ta ndryshoja edukimin. Nuk do ta ndryshoja. Si e sheh sot edukimin në Kosovë, si profesoresh? Në çfarë niveli jemi? Po ne po përpiqemi, se vërtet e thash ka probleme. Ka probleme dhe ka probleme. Ne ballafaqohemi, domethënë, me stigmatizim. Ne ballafaqohemi me bullizim. Ne ballafaqohemi me paragjykim. Domethënë ballafaqohemi dhe nuk ka domethënë aty ndarje, gjithë trinomi përfshihet, gjithë faktorët përfshihen. Mësues, prindër, nxënës, pjesë administrate, pjesë çdo faktor. Dhe çdo aktor i edukimit patjetër. Dhe për mendimin tim, gjithë metodologjia me nxënësin në qendër është pikërisht se gjithë shoqëria është përgjegjëse për atë fëmijë. Çfarë duhet bëjmë që ta ndryshojmë këtë gjë? Çfarë mendon se duhet bëj shoqëria jonë? Te që paragjykimet edukohet, edukim real dhe ta doj Sa po bëhet edukimin. edukim real në këtë epokë ku inteligjenca artificiale është në kulmin e saj? Po edhe inteligjenca artificiale, se pikërisht emri inteligjenca artificiale do të thotë që burimin e ka nga inteligjenca njerëzore. Ai është një mekanizëm. Nuk mundet diçka që e krijoj unë të bëhet krijuesi im, po nuk mundet. Edhe mendoj se veti kemi dhënë gjithë këtë, domethënë, përparësia apo jo rëndësi, se ajo të ndihmon të kursen kohën. Dhe kjo kohë që kurset, pse mos të vazhdoj akoma në zhvillim dhe në lexim, të lexosh libri, të prekësh libër, flet, është terapim vete. Ti ndjen natyrën të ajo flet, sepse natyra është aty. Ti ndjen elementin njerëzor të ajo flet. Ato kohë që të kursen inteligjenca artificiale, pse mos ta shfrytëzosh, të kontribosh diçka praktike. Si inteligjenca artificiale nuk është që ne trim. Natyrisht. Po, inteligjenca artificiale është për të na dhënë kohë për të bërë gjëra të tjera, për të vetë zhvilluar, për të zhvilluar potencialet tona. Domethënë nuk e shoh unë që Je pro apo kundër inteligjencës artificiale, një pyetje të fundit. po edhe kundër nuk kam se ti pastaj nuk mundet të kundërshtosh apo diçka që është. Nëse mirë ishte që mos ndikonte te mjedisi. Te mjedisi ne duhet ta ruajmë mjedisin ton sepse është jeta. Po. Mjedisi është jetë. Dhe domethënë ndikimi i saj te mjedisi duhet patjetër të minimizohet. Por është gjuarësi, ne jemi me inteligjenca. Sipas Gardnerit ne kemi inteligjenca të shumëfishta dhe është kapaciteti njerëzor që e ka krijuar këtë. Tani nëse ne zgjedhim të bëhemi sklever të asaj që ne kemi krijuar, po është e çuditshme shumë. Më vjen shumë çudi, domethënë që ta mendojmë, njeriu duhet të gjejë dëshirën të çlirohet edhe nga zinxhirët që i vendos vetvetes, edhe pikërisht me këtë inteligjencën po i vendosim zinxhir vetvetes, pra nga vetes. Po, absolutisht. Ne duhet i përdorim gjërat në favorin ton. Njeriu ka shumë potencial. Natyrisht. E dashur, faleminderit për këshillat e veçanta që po jep në kuadër të këtij emisioni. Ka Faleminderit qenë juve. minutazha për hapjen e kartave të jetës tënde. Tani që jemi krejt në fund, tregom si po ndihesh. Është shumë mirë dhe ju falenderoj. Edhe sërish e them që emri i emisionit shumë i bukur. Faleminderit. Shumë mirë ndjem. Shumë Kënaqësi e faleminderit, veçantë. unë të falenderoj për qiltërsinë që po atë dhe mbi të gjitha për shumë mesazhe këshilluese, edukative që dha gjatë gjithë këtij emisioni. Unë duroj shumë shëndet dhe suksese dhe mirupafshim në rrethana të tjera. Faleminderit edhe juve suksese në këtë emision. Të dashur dëgjues, kaq kishim për sonte. Faleminderit që na ndoqët me mua dhe me ju. Ishte Hynesha për sonte Denis Çelçiba, e cila dha shumë porosi të bukura në kuadër të këtij emisioni, ndërkohë që hapje dhe kartat e jetës së saj në 3 perspektiva. Me mua Elvanën dhe një Hynesh tjetër, bashkë takohemi javën tjetër. Gjithë mirat.